do bësh disa rekomandime. Kjo rekomandime janë futur të reja dhe është një risi dhe është diçka e mirë, pozitive, por nuk ka për të ndryshuar diçka, sepse asnjë piramidë ushqimore nuk ka ndryshuar realitetin në popullat. Shiko çfarë ndodh. Në 2011, kur është bërë një sondazh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm 17% të amerikanëve e njihnin si koncept piramidën ushqimore. Nga këta 17%, 80% e kishin marrë nga dietologët dhe 65% të këtyre nuk e dinin se si riformulohej dhe ta mbanin mend se si duhet përdori në praktik kjo. Pra imagjino çfarë ose informacion të ngushtuar. Në Francë ka qenë 24%, në Suedi rreth 38% e popullatës e njohin në parim, por realisht ajo nuk funksionon dhe nuk është një zbulim kaq i madh sepse nuk ka për të ndryshuar ushqimi real në treg dhe nuk ka për të bërë zbulimi i madh kronike që thatë. Po, zbulimi i madh ndoshta s'është, po është një sugjerim i rëndësishëm, se ka të bëjë me të gjitha sëmundjet e konstatuara gjatë këtyre dekadave. Për këtë arsye, piramida sugjeron që të ushqehemi kështu apo ashtu për të minimizuar, le të themi, riskun kundrejt sëmundjeve. Ndoshta ndaj të njëjtin mendim si ju. Amerikanët janë një popull obez sepse han keq dhe ndoshta as nuk e përfillin fare piramidën ushqimore. Po këtu bashkë jemi ndoshta për ta peshuar atë. A është mirë që të konsumojmë ashtu apo jo? Ju hoqët paralele me Suedin ku jetoni, po në gjykim duket paksa kaotike, i bie që gjithë secili të informohet se si është më mirë e si është më keq. Tani, analizojmë mirë këtë piramidën që na është sugjeruar nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ju si nutricionist. Vlen për të minimizuar sëmundjet edhe për të pasur një jetë shëndetshme apo jo? Pse? Më thuaj pse? Jo, teorikisht po. Ato që janë përcaktuar është bërë nëse zbatojmë, po them. Nëse zbatojmë. Është okay? Ja ta them një minutë. Ju do merrni një rrugë nesër me makinë për të ardhur në Suedi dhe ju jepet një busull dhe një hartë. Do vini te qyteti im dhe te shtëpia ime. Ndërkohë ju vjen edhe një Google Map. Atëherë me Google Mapin ti vjen, me busullën ti nuk vjen. Me busullën ti orientohesh dhe teorikisht ti thua po, unë arris e ke dëgjuar shumë njerëz që kanë arritur. Dhe i dëgjon njerëzit e nisesh. Pra, kjo është rekomandim. Rekomandimet nuk zbatohen i dashur. Më dëgjoj vetëm një sekond. Kemi rreth 7 milion dietologë të certifikuar në botë. Kemi 25 miliard shikime në YouTube dhe kemi aplikacione. Kemi 22.000 libra për shëndetin dhe për ushqimin. Vetëm unë kam bërë 165 emisione televizive. Po të llogarisësh në Shqipëri, janë 3 dhe në 4 emisione televizive çdo ditë që flitet për ushqimin. Po të llogarisësh edhe në botë, 15.000 emisione në ditë janë për ushqimin. Dhe ti mendon se ka ndryshuar diçka, e di sa ka ndryshuar. 5 deri në 7%. Po ndoshta po të jemi paksa më konkret dhe të mos flasim për statistika, do të kishte më shumë efikasitet. Jo, reale. Ja tani, ta bëjmë një pyetje reale. Po pse ka na shton? Ja vetëm një sekond. Na shton që mishin e kuq duhet ta konsumojmë sa më pak. Ndërkohë që thua që kjo piramidë në parim, po ja pra një sekond. Në parim është e mirë, pastaj zbatohet, nuk zbatohet është tjetër gjë. Pyetja ime është, çfarë ndryshoi që mishi i kuq na deli mirë, se deri para ca kohësh thonim është i keq apo jo? Po mishi i kuq ka 25 vite që thuhet që nuk është i dëmshëm. Vetëm ju merrni vetëm statistikat, nuk e keni konceptin si është ndërtuar dieta mediteranea, si është ndërtuar dieta nordike. E thon mjekët. Nuk janë asnjë. Më thuaj një mjek që ka bërë 5 orë në specialitetin e tij shkencën të ushqyerit. Një mjek në botë që ka bërë 5 orë. Asnjë mjek nuk ka të drejtën e specialitetit të ushqimit se nuk e ka idenë se si funksionon në aspektin biologjik dhe fiziopatologjik në ushqimin në trupin e njerëzit. Mjeku mëson problemet e patologjive, gërsheton nivelin e ilaçeve dhe një sëmundjet, por nuk një aspekt të ushqimit. Dhe për këtë është një debat shumë i madh dhe i fortë në botë. Po ndoshta njëse çfarë shkakton sëmundjen. Po, një sekond. Jo, nuk e di. Mjeku nuk e di ende sepse nuk lejohet shkakton pasojë. Kuron pasojën se po të ishte ashtu diabeti, hipertensioni, kanceri do ishin të kuruara. Të jetën ti kurosh me hipertension. Pra nuk merret me shkakun, por me pasojën sepse ashtu është ndërtuar vetë sistemi mjekësor. Megjithatë, duhet dalë një pyetje shumë e rëndësishme. A parandalon ky plan, kjo piramidë po themi, a ke parandalon gjithë to sëmundje që ndodhin? Do të bëj një pyetje paralele. Sipas shëvave, piramida e vitit 1100,
Po jo, pra jo, një minut, kjo është thjesht një simbolik politike dhe element tjetër është rekomandimi pa llogaritshëm në Bosnjë nuk ka influencim, po edhe në SBA nuk ka pas kur influencim. Pse? Shikoni dietën e vjetër të vitit 1992. Ka pas 5 vakte me perime dhe me fruta. 5 vakte. Kush i ka respektuar? 1.8% e amerikanëve kanë respektuar këtë dietë. 2. Ka rekomanduar që nuk duhet të pijen pije me gaz. Numri 1 në botë i pijeve me gaz i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka rekomanduar që nuk duhet pirë duhani. Ka rekomanduar 2 deri në 3 herë në javë aktivitet fizik dhe jo të jetë sedentare. Ne nuk e